Partisë Demokratike. Pra, edhe njerë, Partia Demokratike është nga ato të pakta, jo të shumtat, Parti Demokratike në Europë dhe në botë që kryetarin e zgjedh direkt me votën e antarësisë. Ky është themeli. Do vim të gara. Të siguroj se kjo parti, në garën e këtë parti, pranohen dhe do pranohen të çdo demokratë dhe demokrat që plotëson kriteret e përcaktura në rregullore për të marrë pjesë në këtë garë. Unë besoj se kjo është gara më e rëndësishme e partisë dhe kjo garë duhet të përfaqësoj antarësinë e partisë. Pra, a mund të imagjinosh ti që në garën e Partisë Demokratike të marrin pjesë kandidat të Edi Rams? Si më thua ti më thuaj pak. Në qoftë se e konkretisht me emra mund t'i marrë. Apo kandidat të cilët në fushat elektorale punojnë haptas kundër Partisë Demokratike, apo kandidat që në fushat elektorale ndruan parti dhe kaluan parti tjetër. Do më falësh, këta në çdo parti politike në botë, në çdo parti me ndërgjegje politike, këta përjashtohen dhe vetëm përjashtohen për tradhtin që kanë bërë ndaj partisë tyre në fushë betejë, në moment betejë. Besoj është jashtë çdo lloj logjike që këta të mund të imagjinohet se do kandidojnë. Do mund të kandidojnë. Jo, këtë se lejon asnjë parti në botë. Dhe njëherë, përsëri, për të kandiduar për kryetar partie, duhet të plotësosh disa kritere të caktuara dhe të pranuara. Në rast se je jashtë këtyre kritereve, mund të kandidosh për poste të tjera në deg apo diku tjetër, por nuk mund të kandidosh për kryetar të Partisë Demokratike në një kohë kur nuk ka asnjë kontribut qendror relevant të njohur nga partia. Nuk e bën kërkush sepse e bën qesharake garën i dashur lek. Kurse çdo njeri me kontribute që plotëson kriteret është i mirëpritur dhe s'është refuzuar kur. Mos harro dhe njerë, janë refuzuar ata të cilët në fushat kaluan në parti tjera dhe i urdhruan si sklever që janë të vazhdojnë lojën e tyre kundër Partisë Demokratike. I urdhruan, i përdorën dhe i keqshfrytëzojnë në për studio, për zhurmë. Mafja më rrezikshme e Shqipërisë është mafja e fjalës lirë. Pronar mafioz mediash, njerëz pa të zhveshur nga çdo karakter, thrasin në studio njerëz të kaluar në parti tjera dhe u vënë si etiket funksione që si kanë patur kurrë në parti. Këta thuhet ti nuk besoj se je për këta ti. Nuk besoj se je. Në qoftë se je antar i PD-s, zoti Lek, nuk besoj se mund të kandidoj ai që bashkëpunon me krimin, që merr udhëzime nga Oltjon Bistri dhe Ergjys Agasi, që ne e bënim hero në Burg kur sa ai shtonte dreka dhe darka me Plum Gjokën dhe Oltjon Bistrin. Këto duhet pra, kjo kryesi dhe ky kryetar gjersa tjetë është i detyruar të mbrojë interesat tuaja. Është i detyruar të mbrojë interesat e demokratëve nga ata të cilët i shkelmojnë dhe i shkelmojnë se për llogari të kundërshtarëve tanë. Duke vjuar në këtë interes, portali Politico Pikal
shtron këtë pyetje, apo e çon Partinë Demokratike drejt gjykatave mungesa e garës brenda partisë, duke nisur nga fakti që kandidatë si Evi Kokalari kanë paralajmëruar pa di, ndërsa Ervin Saliani dhe Mereme Sela kanë kundërshtuar publikisht skualifikimin e tyre dhe a rrezikon kjo të minojë besimin tek procesi për kreun e partisë? Partia Demokratike është parti e hapur, s'mund ta marrë kushkur, u përpoqen për ta marrë. Unë i them portalit se këtë parti Edi Rama s'mund ta marrë kur me kandidatura të vështira. Se Ervin Saliani i kam shpjeguar dhe shpjegoj edhe një herë 10 herë, u shpalli burgosur politik sepse ishte për kohën që qëndroi në burg, por në burg e shiti vetën. Tash nuk do të përsëris problemet e tij, se i kam thënë. Në burg ai u birësua nga Plum Gjoka dhe Oltjon Bistri. Sa po doli, ai ishte në shoqëri të vazhdueshme të Erby Sagasit. Dhe për portalin që pyet, i them, pikërisht momentin kur plasi skandali Balluku, ky filloi xhiro për të ulur, për të sfumuar zhurmën, për të krijuar një vatër tjetër debati. Prandaj dhe nuk ka asnjë ata që dhe njerë, ata që kanë mbajtur qëndrim që përfaqësojnë pushtetin, lidhjet me pushtetin, ata të cilët kanë punuar kanë qenë kundër në fushat elektorale kundër Partisë Demokratike, ata s'kan dhe s'do kenë vend ndonjëherë në Parti Demokratike. Nuk kam këtu për zonjën Sela, nuk di se nuk e njoh, por është hera e parë që ja kisha dëgjuar emrin. Dhe natyrisht gara nuk është, gara ka disa kritere. Gara për në kryetar të Partisë Demokratike kudo në botë ka kritere. Dhe edhe në Shqipëri ka kritere. Albanian Americans shtron pyetjen, zoti Berisha nuk ka dyshime që mbrojtja e Belinda Ballukut na ka kushtuar integrimin, por ajo që realisht e pengon më shumë integrimin janë kartelet e drogës, pasi kokaina e grupeve të lidhura me Ramën po helmon fëmijët e europianëve. Por për protestën e 8 maj që të tërhiqim dhe vëmendjen e medias ndërkombëtare dhe të partnerëve, a mos duhet që veç Ballukut motoja të jetë edhe protest kundër karteleve të drogës. Ne jemi narkoshtet dhe po lindim fëmijë për t'i bërë ushtar të krimit. Parat e pista po zhdukin shtresën e mesme si askund në Europë. Ambasada e SBA-s ka një vit që i përmend qeverisë kartelet e drogës. E vërteta është që ato janë rreziku më i madh për shqiptarët sot, jo vetëm për shqiptarët, por për rajonin dhe me gjërë. Dhe ju garantoj që ato janë rrezik për Europën dhe rrezik do jenë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Renis Haçkaj, në Shqipëri Edi Rama bën një mi të zezat, kurse kur del në Europë, hap ekspozita, investohet me ambasador, e hiqet si artist, të cilit i ka rënë bara e transformimit të Shqipërisë. Pra, ai shfaqet ndryshe jashtë vendit e ndryshe brenda vendit. Nga sa mund të konstatoni ju, a e kuptojnë politikanët e huaj dyftyrsinë e Ramës dhe realitetin e kundërt me atë që ka? Në tërësi po shkon drejt realizimit se të përfaqëson Edi Rama. Dhe do ta kuptojnë gjithnjë më shumë. Natyrisht, mos harro se është transaksional. Ky është një njeri që është i aftë të shesë gjithçka për lëkurën e tij. Dhe diku ecën, por në tërësi nuk ecën, nuk do eci. Alba Demneri. Zoti Berisha, Tirana është kthyer në kryeqytetin e mashtrimeve me call center. A keni një koment për faktin se ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian nuk flasin për këtë çështje? Alba,
ke kapur një çështje jashtëzakonisht rëndësishme. Tirana është kthyer në kryeqytetin e vjedhjeve shtetërore të qytetarëve evropian. Tirana është sot qyteti që vjedh ditë e natë me mbi 200 call centera, pensionistë dhe qytetarë kryesisht të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Dhe të gjitha këto janë absolutisht në mbrojtje shtetërore. Shefat e policisë kanë rrogat 5-20.000 euro në muaj nga grupet e call centrave. Peshkaqeni i madh i call centrave Olsi Rama është padrinoja i tyre. Emrat të çojnë, fitimet me vjedhje, vjedhjet në këto call centra shkojnë në gjerë në 30 milion muaj për call center. Dhe autoritetet shqiptare në mënyrë absolute nuk kapin asnjë, po qëse nuk vinë autoritetet e vendeve të vjedhura nga Shqipëria, Franca, Gjermania, Zvicra, Italia e Austria me radhë. Pra, kjo është turpi dhe kjo është një veprimtari kriminale shtetërore, masi zhvillohet me lejen e plot dhe miratimin e shtetit, punojës të shtetit janë aksioner të fuqishëm në këto call centra. Prishila Sterkaj, zoti Berisha, ju jeni hetuar për pasurinë deri në disa breza, por Edi Rama që deri në 2013 pretendonte se jeton me qera, sot jeton në një vilë dhe ka dhënë disa versione për burimin e të ardhurave të tij. A duhet të thirret nga SPAK për këtë, se po i kërkojmë llogari Karçanajt për 3 apartamente, por askush si kërkojmë llogari Ramës, vilën miliona euro në Surel apo pallatin e Linda Ramës? Ju falënderoj, keni shumë të drejtë. E kam denoncuar me 100 herë. Dhe e vërteta është se Edi Rama vilën me gjatësi themelesh më të gjata se çdo institucion shtetëror sot, 58 metra, e ka ndërtuar në një kohë kur kishte të deklaruar në ILDKP gjithsej 3.800 euro dhe 400.000 lek shqiptare. Ndërkohë, ju them ju që vetëm pigmenti i përdorur për ngjyrosjet thuhet se shkon mbi 100.000 euro. Pigmenti që është hedhur për çimentus e këtyre për të dhënë ngjyrën që donte ai. Ndërkohë, kopshti për rreth është më i madh se kopshti i pallatit brigatave. 8.840 metër. Me ulli mira vjeçartë të marrën nga të 4 anë dhe të transplantuar aty. Dhe sapo kryetarja e ILDKP-s zonja Xhuka, Zana Xhuka, filloi hetimin përputhje me ligjin, Edi Rama e shkarkoi atë në kundërshtim me kushtetutën. Dhe jo vetëm kaq, por sa ç'është pallati të cilin Linda Rama deklaroi në vitin 2012 se e ka ndërtuar me parat e kurbanit. Mirë po, parat e kurbanit nuk ekzistonte asnjë faturë kum që të vërtetonte këtë. Dhe pastaj Edi Rama tha, atë vilë e kam dhurat, atë vilë ja detyroj gruas, e kam nga gruaja. Pastaj Edi Rama tha se atë vilë, unë i tha studentit, kam qenë në emigracion, kam bërë para, kurse
Pallatin Paj, 5 kafshë që nuk ka asnjë faturë tatimore, doganore, bankare, ndërtimore, Pallati Zonjës Basha, Zonja Basha tha se është ndërtuar me para gjaku e implikoi keq vëllaun e saj, i cili ka qenë emigrant, por e sigurt që nuk kam dëgjuar kurrë që të jetë marrë me punë droge, punë gjaku, por pallatin e ka ndërtuar kompania që ndërtoi, tani merreni me ju vetë, rrugën që ndërtoi rrugën Qukës Qafë Ploç, rrugën që shemet në çdo segment, që e ndërtoi rruga me 74 milion, e ndërtoi me 370 milion. Pra, nxori 10 herë pallatin. Iva Grillo, a nuk do të ishte më mirë evitimi proceseve të brendshme për një periudhë të caktuar dhe të konsideruarit e kësaj periudhe si periudhë sulmi ku opozita e ka një lider dhe krijon një shtab pune, beteje, quajeni si të doni, ku nuk shpenzohet asnjë energji me procese të brendshme, sepse besoj se opozita ka humbur shumë energji deri tani. Fokusi i debatit publik, por edhe i debatit të brendshëm duhet të jetë lufta ndaj regjimit. Në luftë nuk ka shpërqendrim. Mendoni se mund të realizohet një qasje e tillë, kufizim i çdo debati, aksioni për dominanca të brendshme dhe krijimi një skuadre, shtabi që synon vetëm strategji pune kundër regjimit? Iva, faleminderit shumë për sugjerimin. Procesi është në përfundim, por të garantoj që nuk ka një debat të brendshëm, por ka debat dhe se ekziston, ka një grup të vogël fare njerëzish të shtyr nga qeveria për të zhvendosur fokusin e debatit nga problematikat madhore të ditës. Mund të them ty për shembull që ka një televizion që e ka birësue Saljanin, pronari e ka birësue, sa i birësohet, i cili jep në 4 orë, Iva, në 4 orë 16 lajme për Saljanin. Dhe i merr që të gjitha, se gazetarë shumë të mirë aty kanë atë televizor, i merr që të gjitha nga zyre e Ramës dhe kujdeset vetë se ka shpresë se do rregullojnë nëpërmjet Saljanit marrëdhëniet me Ramën, dhe kujdeset vetë, por në fakt, përveç se në studiot në ndikimin e mafjes së fjalës lirë Tedi Ramës dhe puthadorëve të tij, problem të siguroj unë që nuk ka një debat të pashëndetshëm brenda Partisë Demokratike. Jo, këta nuk kanë lidhje. Ky televizion vën etiketa X-i, nën kryetari ky e nën kryetari pa patur kur funksione, shpif duke dëshmuar se janë një mafje e pa skrupull, mafje e turpshme, në duart që të bëjnë gjithçka të shërbejnë qeverisë në mënyrë që të mund të marrin sa favore. Po këto janë të pashpresë. Nuk kanë. Saljani nuk është më prej kosh pjesë e Partisë Demokratike, është i vetë përjashtuar për shkak të lidhjeve që vendosi me krimin, me Suelçelen, Ergys Agasin, Oltjon Bistrin, e tjerë. Nuk Partia Demokratike është ndarë në mënyrë përfundimtare me Edi Ramën dhe rreth në tij kriminal. S'kemi lidhje me ta. Duri Metodashaj, përshëndetje doktor, si do veprohet për zgjedhjet lokale, sepse ndoshta jemi pak vonë. I kemi projeksionet, a do arrim të nxjerrim emrat e kandidatëve disa muaj përpara fushatës? Po, do të arrim, të garantoj që do arrim të nxjerrim plotësisht, do të arrim të nxjerrim para fundit të këtij viti. Dajona Ruka, zoti Berisha, sa e rëndësishme është për opozitën shqiptare që një organizatë si IDU të miratoj një rezolut kritike ndaj situatës në Shqipëri, ku haptasi dënon qeverinë shqiptare për shtet të kapur dhe bllokim të integrimit drejt Bashkimit Evropian. Ndërkohë, kjo është rezoluta e 8, por duket se Rama nuk dëgjon nga i vesh. Cili është impakti i këtyre rezolutave?
impakti i parë madhor i këtyre rezolutave është sensibilizimi i komunitetit ndërkombëtar për gjendjen në Shqipëri, për veprimtarinë për regjimin e Edi Ramës, aktet e tij antikushtetuese, kriminale e të tjerë. Impakti i dytë, ose qëllimi i dytë madhor i këtyre rezolutave është të tregojnë solidarizim dhe mbështetje për opozitën shqiptare dhe për qytetarët shqiptarë. Këto dyja janë, mendoj unë, dhe të qëllimet kryesore, pra komuniteti ndërkombëtar qëndron fuqishëm që shqiptarët të votojnë të lirë dhe kundër farsës elektorale, komuniteti ndërkombëtar qëndron fuqishëm kundër lidhjeve me krimin dhe karteleve të drogës, dhe unë duhet t'u informoj se ndodhit në Shqipëri, zhvillimet në Shqipëri, kanë një vështërsi specifike. Cila është vështërsia specifike e tyre? Sepse janë të pabesueshme se mund të ndodhin. Sepse mendja e njerëzve që i ndigjojnë nuk arrin t'i besojnë. Kur unë u deklaroj atje se Ilir Meten ish president, ish kryetar parlamenti, ish kryeministër, Edi Rama e zbriste në sallën e gjyqit në Kafaz Qenqi, sikur t'ishte një super terrorist. Domethënë ishte një gjë që te kalonte çdo lloj imagjinate. Mirë, po këto ndodhin dhe fakti është që ky insistimi ynë, provat që kemi paraqitur, faktet që kemi paraqitur kanë sjell një ndryshim të madh të qëndrimeve ndaj Edi Ramës. Mos harroni vetëm kaq. Përveç 8 rezolutave që ju me të drejtë i cituat dhe i bani mend, janë 2 misione fact-finding, fakt-mbledhëse pra, që kanë ndodhur brenda këtyre muajve, si shumë rrallë ndodh, tepër rrallë, po ja që ndodhi në Shqipëri, erdhi mision fakt-mbledhës i Parlamentit Evropian dhe mision fakt-mbledhës i EPP-s me përfaqësues të 32 partive politike. Pra, ne po bëjmë gjithçka për të krijuar një vetëdije të plotë në komunitetin ndërkombëtar se ç'përfaqëson Edi Rama, krye organizatë kriminale dhe qeveria e tij, sikundër edhe për të siguruar mbështetje për opozitën shqiptare. Albi Topi, zoti Berisha, në protestën e fundit, policia ndërhyri për të shpërndar turmën pa mbaruar ende Mirë Tubimi i thirrur nga Partia Demokratike. Çfarë strategjie do të ndiqnin në 8 maj në mënyrë që qytetarët të mos largohen në rast se policia do vendos në zbatim të njëjtin skenar? Strategjia do jetë qëndres dhe ne mbetemi të pamposhtur, asgjë s'na mposht ne. Ne në Shqipëri kemi fituar besim të madh tek shqiptarët, por kemi fituar besim të madh në komunitetin ndërkombëtar. Ju them ju domethënë që ka një vlerësim jashtëzakonisht të madh për qëndresën e shqiptarëve për protestat. Greta Beqiri, shumë janë të shqetësuar për zgjedhjet e 23 majit në Partinë Demokratike, ndërkohë disa pretendojnë të vinë në krye të partisë nga hiçi, duke hedhur balt mbi figurën tuaj. Si e shihni ju këtë valë sulmesh ndaj figurës suaj nga individ që nuk kanë as kontribut dhe as histori në Partinë Demokratike, dhe a mendoni se kjo është një përpjekje e qëllimshme për të dobësuar opozitën? Jo, kjo është thjesht një përpjekje e turpshme që bëhet nga propaganda e Edi Ramës, nga mafja e fjalës së lirë, për të mbuluar faktin e vetëm se për Edi Ramën nuk votohet kurrë. Kurse për Sali Berishën
voton e gjithë antarësia e partisë. Ky është një nga gjërat më kryesore dhe nuk e pa një emision të organizojnë këta mafios të egër të fjalës së lirë, por të mos u dhanë dhe disa epitetet tjera, për mungesën totale të votimit në Partisë Socialiste, por organizojnë emisione për të shqetësuar për Partinë Demokratike ku kryetari zgjidhet çdo antar me një vot. Dhe se të shqetësuar se nuk hyn në parti kandidat të Edi Rams, apo të birësurit e pronarëve të televizioneve, pasi se aje birësot se njerë shkoj u birësu me Plum Gjokën dhe Oltion Bistrin, pastaj ja e mori një pronar televizioni, apo të njerë që dolen fushat, haptas kundër partis, kaluan parti tjera dhe shkojnë në studio dhe u vend pronart mafios të televizioneve, u vend tituj e stërtituj, se janë nën kryetar të këtij forumi, ati forumi pa qenë kurrë, turpe. Këta janë vrasës të fjalës, këta janë vrasës të vërtetave, faqezi që turprojnë njeriu, turprojnë vetën e tyre, shërptor të përullur të Edi Rams, por asgjë se mposhtë Partinë Demokratike. Partia Demokratike do udhëheq shqiptarët drejt përmbysjes së regjimit Edi Rams. Doktor, përshëndetje. Dje doli një video që trafikantët e drogës festojnë në qeli nga ku drejtojnë aktivitetin, ndërsa Ilir Metaki shtrajtohet. A bëhet kjo gjë me urdhër të Ramës? Kjo gjë, me që jemi këtu, do më falni, vetëm pse është operue Erion Veliaj, Edi Rama e ka ba për 2 lekë drejtorin e burgjeve. Pse kere ju me shko të operohet? Që ta mësojnë, tani se i dalë zotun Erion Velis, nuk i dalë kur, por çdo të smur i dalë zotun. Po të jetë i smur, unë i dalë zot. Kjo nuk ka dyshim. Dhe ky është një akt i turpshëm, kurse natyrisht burgjet i administron krimi. Ai drejtori i burgjeve është emëruar nga Uluziu, me siguri pas shumave marrëmendse, jashtë të gjitha kritereve. Kështu që burgjet janë të gjitha në duar të baronëve të drogës dhe të koskave mafioze. Doktor Berisha, gjatë periudhës së fundit kemi parë kandidat për kreun e Partisë Demokratike që në vend të garës së ndershme kanë zgjedhur të sulmojnë dhe të zbejnë figurën tuaj, madje edhe në momente të rëndësishme si vizita në Kroaci, duke krijuar përçarje dhe konfuzion te demokratët. Nga ana tjetër, një pjesë e mediave dhe analistëve përpiqen të ndikojnë opinionin publik me narrativa që shpesh duken të njëanshme. Pyetja ime është, si do të veproni konkretisht për t'i bindur edhe skeptikët se Partia Demokratike është e hapur, e bashkuar dhe alternativa reale ndaj regjimit aktual, dhe pse mendoni se vazhdimësia juaj në krye është zgjidhja më e fortë për opozitën në këtë moment? Nga Donald Doni. Përshëndetje Donald. Së pari, e ke ka bukur këtë. Gjithçka bëjnë që të fshehin zhvillimet që u djegin. Partia, për shembull, unë në Kroaci pata përveç kësaj një takim të shkëlqyer me kryeministrin e vendit Andrej Plenković, një mik i çmuar i Shqipërisë dhe i Partisë Demokratike, dhe duhet t'i shpreh mirënjohjen më të thellë për pritjen e përzemërt dhe mbështetjen që i ka dhënë dhe i jep Partisë Demokratike. Natyrisht, ideja që unë t'i përgjigjem mafjes shtetërore mediatike me shkelmim të
statutit, rregullave dhe interesave të demokratëve nuk ndodh kurrë. Nuk mund të pranoj unë sa të jam në këtë detyrë bashkëpunëtor të krimit në garat e partisë. Ndarja me krimin e Sali Berishës dhe e Partisë Demokratike është dhe do jetë ndarje për jetë e vdekje. Kjo nuk mund ndodhë kur tjetër. Në qoftë se ti shkon dhe merr, drekon dhe darkon me Oltjon Bistrin, me Elbys Agasin, në qoftë se ti i kërkon Suel Çelës të organizoj takimin, duke kërcënuar demokratët, ti je një armik i Partisë Demokratike, je një shërptor i turpshëm i Edi Ramës. Dhe nuk mund të imagjinohet kur që për hir të provoj se ç'thot propaganda armike, ai se përndryshe është një lloj si të marrë një kopje të Taulant Balls apo dikë tjetër. Këto nuk mund të ndodhin. 2. Edhe njerë, nuk mund ndodh kur që unë të shkelmoj interesat, moralin e demokratëve, të pranoj, të kandidojnë ata të cilët bën gjithçka në fushat elektorale kundër Partisë Demokratike. Do ishte akt primitiv dhe i papërgjegjshëm. Nuk ka parti në botë që ata nuk i përjashton. Çdo parti civil që ka minimumin e moralit, ata i nxjerr jashtë. Sikundër, nuk mund të ridikulizohet gara me anonim. Ke ambicje për kryetar partije, plotësisht, atëherë puno të dalësh nga, të kesh kontribut publik, që ta ndërosh garën, por nëse ke vazhduar në një orbit larg kontributeve publike, ajo nuk je për atë garë, provoje një garë tjetër njerë, pastaj shko me shkallë. Kur thuhet është e hapur, dhe për ta mbyll Donald, çdo parti politike në proceset zgjedhore ka seleksionin. Nuk ka parti pa seleksion. E vetmi rast pa seleksion kemi qenë ne në primaret e para, jo tani. Tani ka seleksion, jo vetëm për kryetarët e degëve për këto, por në të parat që i vendosën ishin pa seleksion. Ka seleksion, ka detyrimisht ka kritere mbi të cilat duhet bëhet seleksionimi. Kështu që unë besoj se po mbrohen nga kjo kurse për sulmet që mbën mafia dhe puthadorët e tij, pronarët mafioz të mediave që janë të gatshëm të shesin e çdo gjë për t'u lëpije Edi Ramës se mos ja u hedh në një kock, ata nuk më impresionojnë mua fare. Absolutisht përkundrazi. 2 pyetjet e fundit për shkak të kohës. Griselda Selimaj, zoti Berisha, javën e fundit janë sekuestruar pasuritë e 2 grupeve kriminale të përfshira në trafik droge nga Amerika Latine dhe vendet e Bashkimit Evropian. Ata kanë marrë tendera publik me vlerë miliona euro. Kanë marrë leje ndërtimi nga Edi Rama. A mendoni se duhet të thirret Rama në SPAK për këtë çështje? Rama duhet të ishte thirrë në SPAK prej vitesh, por SPAK-u nuk ka njeri të guxojë ta thrasë Ramën në SPAK. Rama është frymëzuesi i narkoshtetit dhe ndërtuesi i narkoshtetit në Shqipëri, është kumbara i të gjitha klaneve të drogës. Në këtë kontekst, mendoj se ai meriton fatin e Maduros. Por atë fat do ja rezervojmë ne.
opozita. Ai pra duhet të ishte prej kosh në burg dhe vetëm në burg për krimet e shëmtura që ka kryer. Dhe pyetja e fundit, doktor, zoti Berisha, lidhur me protestën e 8 majit, çfarë synoni konkretisht të arrini me të dhe pse qytetarët duhet të besojnë se kjo protestë do të prodhojë rezultat real, ndryshe nga të mëparshmet? Do ta shtrojmë në këtë mënyrë. Edi Rama pasi shkelmoi vendimin e gjykatës kushtetuese, çdo vendim tjetër de facto i vuri çilsat drejtësisë. Dëshmoj se për atë nuk ka asnjë interes tjetër përveç pushtetit dhe karrigës së tij. Unë besoj se ju nuk prisni që gjykatës dhe prokuror të dalin rrugët protestojnë ndaj akteve të Edi Ramës. Ju nuk prisni gjithashtu që komuniteti ndërkombëtar të sjellë policia apo ushtri për të larguar Edi Ramën nga pse ai nuk ndigjoi deklaratat e tyre. Jo. Por kjo do thotë që ne të protestojmë në mënyrë të vazhdueshme. Të gjitha ata që e konsiderojnë jetike për vendin, votën e lirë, që konsiderojnë jetike për vendin, funksionimin e sistemit drejtësisë dhe ndarjen e pushteteve, duhet të jenë të gatshëm në çdo kohë të protestojnë kundër këtij regjimi gjerë largimin e tij. Ndaj dhe ne qëndrojmë në këmbë, qëndrojmë dëshmitar së pari se nuk mposhtemi nga Edi Rama, qëndrojmë dëshmitar së dyti se nuk pajtohemi kurrë me këtë regjim dhe do bëjmë gjithçka për largimin e tij. Faleminderit.